Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një dalje për mediat njoftoi se ka paraqititur në Bruksel një denoncim zyrtar ndaj asaj që e cilësoi si manipulim masiv të zgjedhjeve të 11 majit. Gjatë fjalës së tij në forumin e Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, Berisha ka theksuar se procesi zgjedhor në Shqipëri është deformuar rënd nga ndërhyrja e qeverisë. Ai ishte një rast i artë për të bërë avokatinë e votës së vjedhur të qytetarëve shqiptar para leadershipit ndërkombëtar të Qendrës Djardh dhe forcave konservatore. Në këtë kuadër, raporti i vëzhguesve ndërkombëtar OSBE-ODIHR, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Europës, denoncimi i farsës më të shëmtuar elektorale të 34 viteve të fundit, farsës së zgjedhjeve të 11 maj 2025. Sipas tij, pjesë e manipulimit ishte dhe ndërhyrja në administratën zgjedhore dhe përdorimi i burimeve shtetërore në favor të Partisë Socialiste. Shpejt do jetë dita kur ambasadat e narkodiktatorit të rrethohen në të gjitha kryeqytetet e vendit nga populli që u shkelmua vota. Këtë mandat nuk do ta gëzoj, dhe sa ai do përgjigjet Gjermani për këtë masakre elektorale, për këtë baterdi elektorale që i kreu, për këtë farsë të turshme elektorale që bëri haptas pas një kufizim. Berisha ka akuzuar mazhorancën socialiste për manipulim masiv të votës së emigrantëve. Ne kemi dhëna të sigurta të manipulimeve monstruoze që janë bërë me votën e emigrantëve në kutitë e votimit është i tëri i gatuar nga kriminal elektoral të Partisë Socialiste dhe s'ka asgjë të bëjë me vullnetin e lirë të shqiptarëve në diasporë. Ai premtoi se do të ndërmarrë çdo hap për të mbrojtur të drejtën e votës dhe për të garantuar që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë dhe të barabartë.